Vjosa është një nga lumenjtë e fundit në Evropë që rrjedh lirshëm dhe në mënyrë të egër. Pas një dikë në një gjatësi prej 120 miljesh, 190 kilometrash, ajo është burimi etik për shumë specie të rrezikuara dhe të kërcënuara. Në vitet e fundit, Shqipëria planifikoi një seri prej 40 projektesh hidroenergjetike përgjatë shtratit të Vjosës. Ndërtimi qoftë edhe një digë të vetme në Vjosë do të vriste në mënyrë përfundimtare vizionin zonën mbi digë, e cila do të përmbytet dhe do të duhet edhe të shpërngulej një pjesë e popullsisë. Me ndërtimin e hidrocentraleve nuk do të kishte më rrugë pas, nuk do të kishte më kthim pas, sepse shkatrimi që është i pakthyeshëm dhe nuk ka asnjë mënyrë që një lumë të egër të mund ta kthesh siç ishte më parë. Prandaj ishte një moment kyç që ne duhet të bënim diçka. Olsi Nika, biolog, dhe Besiana Guri, punojëse sociale, janë të dy thellësisht të lidhur me Vjosën. Ai themeloi OJQ-n Eco Albania me mbështetjen e Besianës për të mbrojtur lumin dhe komunitetet përreth. Ishte momenti që nëse ne nuk e mbrojmë, lumi do të shkatrojë përfundimisht. Ne kishim përballë qeverinë me gjithë pushtetin e saj politik, ekonomik. Në ndryshim, besoj në ndryshim nga ata dhe nga fuqia që ata kishin, ne kishim pasionin dhe vizionin e qartë për të cilën ishim nisur. Me përvojën e Besianës në komunikim dhe trajnimin e Olsit si ekolog ujor, ekipi u bashkua me OJQ-t e tjera dhe nisi fushatën Shpëtoni zemrën blu të Evropës, në mënyrë që të mbroni lumenjtë e egër të rajonit, përfshirë këtu edhe Vjosën dhe degët e saj. Ata organizuan konferencët e tyre të parë për shtyp përgjatë brigjeve të lumit dhe ftuan kryetarin e bashkisë dhe anëtarët e komunitetit. Por sot këtu unë besoj që është një ditë shumë e rëndësishme. Jam mësuar që konferencat për shtyp të bëheshin në salla të mbyllura, kryesisht në kryeqytet. Prandaj vendosëm që të konferencën ta bënim këtu në pranë lumit Vjosa. Një tjetër qasje unike ishte krijimi i qendrës së tyre shkencore, si bazë për shkencëtarët që duan që të kryejnë kërkime mbi lumin. Dhe një grup shkencëtarësh të cilët ishin shumë të dedikuar për të mbledhur argumenta shkencore kundër këtij projekti dhe patjetër për të dhënë të dhëna shkencore pse Vjosa meriton të mbrohet, u bashkuan. Që ka qenë një nga arritjet më të mëdha, pasi kanë bërë të njohur vlerat shkencore të biodiversitetit, sidomos të lumit, ku janë regjistruar më shumë se 1100 specie, cilat 45 kanë qenë po themi të sjella për herë të parë për florën dhe faunën e Shqipërisë, dhe 4 prej të cilave kanë qenë apo janë ende të lloje po themi të reja për shkencën, që ekzistojnë vetëm në Vjosë, askund tjetër në botë. Murat e tani një intervistë pak më parë. Besiana dhe Olsi morën kurajo. Duke punuar ngushtë me qeverinë shqiptare, OJQ-t dhe partnerë si Patagonia, ata e zgjeruan avokatinë dhe mbrojtjen e tyre. Fushata për të mbrojtur lumin u zhvilluan në një lëvizje më të gjerë me qëllim për të krijuar një park kombëtar që ta mbronte përgjithmonë Vjosën nga zhvillimi. Vazhdojmë vetëm përpara për të fituar gjithçka ose nuk ka rrugë tjetër. Në mars të vitit 2023, pas një fushate gati 10 vjeçare, qeveria shqiptare shpalli krijimin e parkut kombëtar të lumit të egër Vjosa, duke vënë në mbrojtje mbi 31.000 hektar dhe duke siguruar që lumi të mbetet me rrjedhje të lirë. Momenti i shpalljes së parkut kombëtar të Vjosës është një moment i veçantë për ndjesinë time personale. Vjosa konsiderohet si lumi i fundit i egër i Evropës, jo vetëm për shkak se Vjosa, dega kryesore e saj, është e paprekur, por përfshirja e gjithë rrjetit të degëve apo të tributarëve të saj, të cilët janë gjithashtu të paprekur. Për Vjosën, nuk do të ishte e lehtë që qeveria shqiptare të mos na dëgjonte ne. Falë mbështetjes ndërkombëtare dhe vendosmërisë së tyre të palëkundur, Besiana dhe Olsi kanë mbrojtur trashëgimimin e lumit të fundit të egër në Evropë, duke i lejuar ujërat e tij të rrjedhin të lirë nga burimi deri në det.